Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, sonte do të fillojmë një ders 3, insha Allahu Taala, lindjen e grupeve të para të devijuara në Islam. Pse I kushtojmë rëndësi kësaj teme? Sepse prishet uniteti I muslimanëve, sepse prishet bashkimi I muslimanëve. Kur grupet e ndryshme dalin e prishin atë unitetin e muslimanëve, qysh e kanë prish pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam. A ka mujt mu paraqit në ai grup në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam? Ka mujt mu paraqit, mirë po, ja ka prej kokën Muhamedi alayhis salatu wassalam e njerë. Çdo mosmarrveshje që e kanë pas, për njerë kanë shku te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e kanë zgjedh. Mirë po, mas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka pas fitnë të ndryshme, sidomos në kohën e Uthmanit radiallahu anhu. Dhe ndër grupet mas shumti që I kanë shkaktu probleme ummetit të muslimanëve janë grupet Khawarijët edhe Shijat. Këto grupe çdo herë dom ju kanë shkaktu muslimanëve. Sheikhul Islam Ibn Taymije me një thënie të tij thot: kudo me një vend, nëse janë Khawarijët, dije që në anën tjetër kemi pas Shijat. Në anën tjetër, kudo që me një vend I ki Shijat, për njerë kemi pas Khawarijët. Subhanallah, Khawarijët edhe Shijat në disa bindje të tyre jenë njësaj. Edhe pse luftojnë njëri me tjetrin. Mirë po, qëllimi kryesor është me I godit pasues të sunetit. Edhe Khawarijët, edhe Shijat. Bile shka o ma e çuditshmja vllazni, çka është ma e çuditshmja? Bazat e Al-Qaidës së hershme para ISIS-it kanë qenë në Iran. A dini që kanë qenë në Iran? I kanë vërtetu me dëshmi dhe me fakte që bazat e Al-Qaidës kanë qenë në Iran. Sperok logjika. Këta thojnë na jemi kundër shijave. Mirë po, përderisa Al-Qaida dhe Khawarijët mendësia e tillë mundohet me bë sulme vetvrasëse në për vendet e ndryshme të muslimanëve, kjo kujt I shkon për shtati vëllajem? A I shkon për shtati Shijave dhe Iranit? Po. Me I dobësu shtetet e muslimanëve. Dëshmit kanë dalë konkrete janë, edhe dietarët kanë folë për këto mesele. Kanë shkruajt libra, bile edhe parathënie kanë shkruajt që I kanë verifiku që nga atje pse nuk bëhen vllazni këta Khawarijë, pse nuk bëjnë sulme vetvrasë tek në Iran apo shtetet në vendet e Shijave, pse nuk bëjnë? A keni një ndaj sulm vetvrasës që është bërë në Iran? Apo vendet ku ka më shumë, domethënë, më shumë Shija? Nuk ka. Këtë sulmet vetvrasë I bën te shtetet e muslimanëve. Dhe këtë goditja pastaj është tek sunnitët. Sunnitët janë terroristë, sunnitët janë ekstremist, e Shijat me dal në masën e gjonët muslimanëve, po dhe të kjafirat me dal si njerëz ma paqësor. A realisht I shfrytëzojnë këto gjëra. Po çka I bashkon kjo? Një gjë I bashkon. Lufta ndaj ehli sunnetit. Lufta ndaj selefive. Lufta ndaj pasuesve të sunnetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Një prej bazave kryesore të Khawarijëve dhe të Shijave të njëjtën kohë është imamati apo udhëhecia apo politika udhëhece. A e dini që tek bazat e shizmit quhet diçka imamati. Imamati është udhëhecia. Mirë, pse devijon Khawarijët pikrisht tek udhëhecia? Dhe jo rastësisht kanë thonë ulemaja, këto dy grupe kanë devijuar shkaku I politikës. Shkaku I politikës. Në sot e asaj dite e shohim, qoftë vendet islame, qoftë vendet jo islame, politika është shumë problem I madh. Se nuk di çka po ndodh brenda tavolinës, apo? Dhe për atë arsye ka njerëz që atë shumë pamjen e jashtme I godasin të tjerët, duke mos e di çka po ndodh brenda. Nuk ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kohën e Ebubekrit, Omerit, përçarje e ummetit islam. Mirë, po kjo ka ndodhur në kohën e Uthmanit. Që ka qenë puna parë ka qenë vllazni, jahudit e kanë fut një njeri që quhet Abdullah ibn Sebe, I cili ka thonë unë e kum pranu islamin. Unë e kum pranu islamin. Dhe qëllimi I këtyre që ka qenë?
dhe që mu morë me pushtetar. Dhe kanë shku e kanë godit kë Othmani radiallahu anhu. I kanë gjithë gabime. Thot në pushtetin tënd i ke ponsu filonin dhe fistekin. Pushtetin tënd e ke shpik këtë bidat. Pushtetin tënd kështu dhe kështu. Kanë orë prej Irakut, ja kanë rrëthaku shpijen dhe e kanë vra Othmanin radiallahu anhu. A di që ka thot Shekh Sulejman al-Roheli apo një shekh tjetër, nuk po më kujtohet saktësisht, kur ke koha në Egjipt, kur ra Mursi, apo dini, që ke kryetari mas ati Mubarakut që ke po. Se dulën protesta, dhe më thonë populli, me të madhe, sa i fitoj zgjedhjet. Në mënyrë demokratike që shebonën, i fitoj zgjedhjet, mirë po, qa u bo, e rëzun, sikur në Turqi që shka qenë pushteti edhe i ndarë mes shtetit, dhe më thonë politikës edhe mes ushtrisë, edhe në Egjipt ka qenë, është akoma shtot, edhe qëfar e rëdzoj, dhe më thonë ushtria pushtetin e Mursit. Edhe u qunë kretë në kom tash pushteti, u qunë kretë në kom populata që, pse me ja marë pushtetin Mursit. U qunë Shekh Sulejman Roheli edhe i tha, thuj popullit, edhe nali popullin mës me shkaktu trazira civile në vendin tënd, o ti i shprisi i Egjiptit. Me argumentin e Othmanit, Habiba, Othmani ishte khalife e muslimanve. Khalife i muslimanve ishte. Ja rrëthakun shpijen Othmanit radiallahu anhu. Subhanallah, tu lexu Kur'an, i ka rjedh gjaku, pika gjakut në ajetet kuranore, edhe kanë byt. Shtrohet pyetja, pse ky Othman nuk kërkoi ndihmë prej sahabeve? Shtet ishte, khalife i muslimanve. Si sot për shembull me dash me të sulmun i pris, e ka ushtrin policin, apo për me mbrojt. Ai nuk i thiri popullin e vet, muslimanët. Veç me të vetmin qëllim, mos me shkaktu luftë civile brenda shtetit ku ai jeton, apo khalifatit ku ai jeton. Me një aspekt pranoj mu vra, një mu vra, e muslimant e tjerë mos mu vra. E kështu e këshillon të Shekh Sulejman al-Roheli, thoshte nal në popullin. Mos dalin protesta në trazira sen, sepse po bëhet gjaku i madh mes muslimanëve në Egjipt. Kështu dietarët selefi kanë vizion të lartë shumë, subhanallah. E ruajnë popullin. Apo, pastaj thot, veç një çështje me rëndësi ka ndodhur pas vdekjes së të dërguarit sallallahu alajhi wasallam dhe varrimit të tij, ngjarja e Sekifes. Pedini ngjarja e Sekifes ka ndodhur për punën e Abu Bekrit. Kush mu bë halife i muslimanëve? Mirë po zgjedh për një herë ajo. Ka ndodhur një përçarje vogël, po kjo nuk ka rezultuar mu bë grup pastaj këta. Se normalisht edhe meselet fikut musliman kanë polemika të ndryshme, po nuk përçohen. Ra me gujza apo nuk ra me gujza, tash për çet meselet i kimu përço me vllon tonë. Edhe në meselet i ijtihadit nuk jam përça. Pastaj thot, fitnja e parë thot, prej të cilës u shkaktua përçarjen këtë ymmet, ka qenë fitnja ndaj Othmanit radiallahu anhu, që çfarë rezultoi me vrasjen e tij. Rezultoi me vrasjen e tij. Dhe pastaj lindi fitnja e madhe, e muri Aliu radiallahu anhu pushtetin dhe u çun populli apo ata njerëzit që ishin intelektual të asaj kohe, i than Aliut radiallahu anhu që duhet mi nxon edhe mi vra ata të cilët e vrajtën Othmanin radiallahu anhu. Edhe ky kishte të njëjtin mendim, edhe Aliu. Mi po thoshte ta konsolidoj shtetin një herë, ka dalë të fuqizona, se hala është trazir. Jo, ja kemi gjetë, ja na luftë shpallim edhe hini lufta mes muslimanëve, fitne e madhe. E kush lindin aty në fitne, zakonisht, monën në mend, një trazir me bo me ndodh. Ku do në për vendet e muslimanve? Ku ka të averëgjve i ki për njerë grupacionin të abajnë? Për njerë, edhe qëto. Nese me bo me ndodh qëto luft, të parët kimi pa grupin kanë me të abo, havarëgjet që kanë me t'i luftu, qëto neve kanë me na luftu. Sepse ata dolin kur ko trazira, kur ko fitne në mesin e muslimanve. Sepse janë njerëz të trazirave, janë njerëz me ndjelet.
Gjatë kësaj fitneve dolën në dukje pararojat e devimit të parë ku ndalë muslimanët me zemër dhe shpas si që bën Khawarijët edhe shumica e shiave, ose vetëm me zemër si që bën grupe dhe shiat. Pse po thot me shpat edhe me zemër? Sepse edhe me bindje kishin, po qëtë bindje pastaj e shfaqen me shpat. Kush janë këta? 2 grupe që kanë luftu. Sepse këta tjetë Gjehmit, Mu'tazilit, Mutekeliminit, nuk e kanë pas atë traditën që me bo për shembull një grup caktuar. Grup kanë bo, po me luftu. Ndërsa në historinë islame, Khawarijët dhe Shiat kanë luftu, kanë prej musliman në emër të gjihadit, në emër të urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja, i kanë bo dom muslimanëve. Von, në kohën e Sheikh Albanit bin Bazit të Thejminit, në Algjeri, mendësia e Khawarijëve ja u ka për zgjalli, ja u ka nxjerr fëmin, grovet muslimanëve, me pretekstin se fëmia nuk ka përgjegjësi tek Allahu, ke me hin gjunana me vra fëmin, se gruaja o qafiresh. Pse? Se gruaja filonit është gruaja e policit, polici nuk gjykon me ligj të Allahut, polici është kafir, edhe gruaja bëhet kafir, ama fëmin ku me lon tash? Çish mi ja bë kësaj? Përgjithësi kemi tek Allahu na. Atëre marrim thikën ja prem gruas për zgjalli, edhe ja nxjerrim fëmin që më kanë të pastër na para Allahut, edhe me myt gruan muslimane. E që kjo mendësi është? Veç që s'po guxojnë hap tazi me dalë. Që kjo mendësi është, i dini. Shini në për internet, këshyri grupet e ndryshme në për Telegram, në për sajnë, i kini krejt. Krejt i kini qëto. Qa e mendësi është? Edhe kjo ka me vazhdu ditë gjykimit. Se po kalon një periud, 1 vjeçare, 2 vjeçare, 3 vjeçare, 4 vjeçare, s'po flitet, ata po shumon. Po duhet me fol. Jo po foli shumë. Po vlla, ma mirë, paralajmërimi është se sa kur të përhapet, që është një thënie mjekësore, ma mirë është parandalimi se sa shërimi. Ma mirë është mi parandalu. Mi thonë ti, o i ndërum, pse kur nisi Covid-in fillim, një person 2, 3, apo ku e di une për njerë e izolojshë? Pse? Se donë me izolu virusin, apo? Donë me lokalizu virusin. Njëjta gjë është edhe me grupet e ndryshme, si kur gjithë hoxhallarët të flasin për bidatin dhe grupet, në strokull kishin mi hi grupet. S'kishin me mujt me ngrit kokën. Por se fatkeqësisht dikush flet, e këti që flet, i thënë mos fol shumë, se shumë po fol. E mirë, nesër, kur ty të vret, apo kur ty të vjen dhe qet në për flaka, në ato videot e tyre, vallaj tash po duhet me fol, po asë ty të paska artash, afert paska art. E na që flitni më herët, jo, fitni gjiva, Allah. Pastaj thot, llogaritën grupet e parë, Khawarijët dhe Shiat, që si vazhdimin natyrshëm i kryengritësve ndaj Uthmanit radhiyallahu anhu, ato janë sebeie, janë nga një burim, sepse siç tham, bazën e kanë çka? Bazën e kanë tek kryengritja apo tek pushteti. Ahli sunneti wal jamaa nuk lufton për pushtet. Ahli sunneti wal jamaa ka qef mi eduku njerëzit edhe mi pastru, mi çun në xhennet. Që kjo është qëllimi. Nuk ka qëllime politike. Ahli sunneti veç mundohet me eduku njerëzit. E Khawarijët dhe Shiat luftojnë për pushtet. Dhe kur luftojnë, i nxjerrin shpatat edhe bëjnë kërdin mesin e muslimanëve. Pjesa e përbashkët dhe ajo që i përmbledh ata që devijojnë këto fitnë është, dhe pasoja që vjen është ngritja kundër të parit të muslimanëve, xhamatit, bashkisë së tyre, shumicën e rasteve ata i kanë sloganet shumë të mëdha, apo urdhrimi për të mirë, ndalimi nga e keqja. Filoni po bën kështu, fistiki po bën kështu, ky është kundër fesë. Na duhet me hek këta, duhet me bë këta. Gjitha këto gjëra, jo duhet me luftu, apo ku e di une, domethënë i prekin emocionet e muslimanëve, sidomos të rinjeve. Trit. Se njeriu që ka një grad të dijes, apo një njeri i cili është me një moshë caktuar më, u ka rrit me një aspekt për 30-40 vjet, është bo, nuk bjerë prej këtyre gjërave. Po i riu bjerë, që shka thonë edhe Muhamedi a.s.
që ata janë të rinjë në mosh. I ri është në mosh ai, është entuziast, e ka qef fin. Po më tregon dikush që ndodhi rast të tha, hala, akoma është të ndodhë në Palestinë, çështja e jahudive që po bëjnë masakra ndaj muslimanëve, edhe kishin depresion njoni, tha ku pishon ato videot, po thëm kom përgjësi tek Allahu. Ai në Evropë jeton. Tha po thot kom përgjësi tek Allahu, kom edhe në llogari unë kur gjësu më bëj. Edhe ka një depresion. Kam shel me Facebook, me internet, me krejt, se s'po muj më këshur se ku një depresion. Ato që i kem shel, thash mirë ke, po mos i këshur videot. Mirë, po përgjëtësia jote, ti çfarë përgjëtësi? A ki përgjëtësi ti shtetërore? A ki ushtriti? A je komandanti? S'ki, atër kërvune. S'ki përgjëtësi të ka Allahu Azza wa Jall. Përgjëtësia jote individuale në 2 sene. 2. S'ki ma shumë heq. Në një, me bo dua për ta, edhe dyta me dhënë pare me ndihmu atyre. Që ka që? S'ki tjetër. Je këshilltar i prisit. Këshilla jote, apo përgjëtësia jote është me këshillu prisin me thonë o pris. Që e be do pare filan shtetit Palestinës? Qupre një moj ushtarakisht. Po flasim për shtetet mëdha të muslimanëve, po flasim për Kosovën. Me zor në vendin tonë rruj me lemo me shku me mbrojt një vend sikur Palestina. Ti kuptojmë përgjithësitë, sepse po i prishëm përgjithësitë, pastaj këtu lind fitnja edhe lind problemet. Pastaj thot, shumica ndjekësve thot të grupeve të para, Xhawarizët dhe Shiat dallon nga këto veçori. Shumica atyre janë prej të rinjeve që shtam në mosh, mendje lehtë, mendje cekt. Subhanallah. Xhawarizët vllazni kanë më konë, a e dini që i thar apo pasus të Dejjallit kanë më konë Xhawarizët. Njerëzit që shehat e siçdeve kanë boll kanë më konë pjesëtar i thar të Dejjallit. Njerëzit që ishini tan kohë me Kur'an në dorë, njerëzit që ishini namaz natës, tan kohë me dhikr, tan kohë mjekrat e gjata, pantollat e shkurta, domethënë nuk e japin dorën grave, janë gjendje çdo gjë me për dinin Allahut Azza wa Jall, që ta persona mu kon pjesëtar i thot të Dejjallit. Allahu për çysh ka mundsi kjo? Ka mundsi vllaja. Nëse ti që tu e shen një të ri, që ndikohet prej një videoje, veç një video, e she, njoni veç ta qonë gishtin, gjihad, fi se bilillah, piskon për ti në kjafira, tani këni. Shumë ma e lehtë është a i riu mund diku kur ti shenë thojza mrekullit e Dejjallit. Sa i mrekullina ka me bo me lena Allahot, Dejjalli. Me lena Allahot ka me bo mrekullina. Gjenitën dhe gjenemin e ka, po themi kështu në pamjen e jashtme. Gjeniti ti është gjenemi, gjenemi ti është gjeneti. Nëse nga një video në internet po ndikot njëri, prej ti shumë ma shumë ka më ndiku. Dhe për atë arsye, jahudit edhe Xhawarizët kanë me pasu Dejjallin. E kanë me luftu muslimanët. Fatkeqësisht. Pastaj thot, shumica janë prej atyre që kanë emocione fetare, xhelozi për fen, pa dije, larg pamësi dhe përvojë, as nuk kanë pesh tek ata dietarët dhe njerëzit larg pamës. I akuzojnë dietarët me nofka të ndryshme. Vetë si e shohin, për shembull është imam me një xhami apo punon për shembull me një ministri të fesë, me njerë i thënë, ti je me tagutin. Ti je, shteti nuk përgjikon me lisht Allah, ti je qafir për njerë. Se ti su ne thush hakun. Edhe i largojnë popullin, miletin prej ulemave. E kur ti largojnë vllazni për që aty me ulemave të mëdhenj, kush i japin fetva? Dalin që si njerës, që si njohim heq, piskasin, bërtasin në për internet, edhe çfarë bëjnë? Mileti pastaj, apo të rinjët ndikohen nga këto video, fatkeqësisht. Nuk kanë marrë Xhawarizët dhe Shiat, nuk kanë marrë Xhawarizët dhe Shiat, e as ata të devijojnë se të erdhen pas tyre shembull sahabët dhe prisët e selefëve, apo bile e dini rastin që Ibn Abbasi kur ka shku me debatu, ju ka thonë, a ka dikush prej sahabeve këto bane? As një prej sahabeve s'ka qenë, subhanallah. As një s'ka qenë prej sahabeve. Qëtu shijet që nuk janë njerëz ditur, vallahi vllazni, nëse njëri ulet para hoxhës me vite të tëra merr dije, apo shkon te dietari merr dije, është shumë problem mund ndiku pastaj pe thirrjeve të ndryshme. Shumë problem është mund ndiku. Nuk po themi që nuk ndikohet, po në përgjithësi po themi që nëse ulet e merr një libër prej fillimit deri në mbarim para hoxhës, e merr shpjegimin,
është problem mund ndikuaj. Krahasimi ndërmjet xhawarizhëve dhe shiave. Si thash më parë, xhawarizhët dhe shiat lindën në të njëjtën periudhë kohore. Nga i njëjti burim, por nga shumë bazat e tyre janë ngritur dhe synimet që kanë ata, domethënë në disa çështje ndryshojnë. E para përputhen të tepruarit në fe. Xhawarizhët çka bëjnë? I bëjnë qafira muslimanët për gjunohe të mëdha. Xhawarizhët e sotshëm nuk ju thojnë për gjunohe të mëdha na I bëjmë qafira, se ashiqare I merr veshti. Mirë, po gjunohin e madh ata e konsiderojnë që kjo është kufër, thotë. Mos gjykimi me listë Allahut. Qa ty kapën, edhe the mos gjykimi me listë Allahut është kufër, dalje pi fesë, edhe qa ty kapën a realisht ajo, nëse nuk I beson ligjit jo islam, ti nuk del pi fesë. Është gjuna I madh që nuk nxjerr nga feja, po ata I thënë kufër është. Sepse mi thonë gjuna I madh nxjerr pi fesë, ti e merr vesh që është prej xhawarizhëve. Po ai thotë kjo është kufër. Kjo është kufër I madh dhe pastaj ty te etiketojnë si kafir. Pastaj thot, sikur konsiderimi I muslimanit si jo besimtar, ngritja krye ndaj udhëhecëve të padrejtë dhe lufta ndaj kundërshtarëve, normalisht e shohin që lejohet mu krye ngrit kundër udhëhecëve të padrejtë. Ndërsa te shiat ka qenë të tepruarit në individ. E dini, shiat kanë egzagjeru, apo në Aliun radiallahu anhu. Sa që disa kanë arritë edhe mi thonë, apo prej Abdullah ibn Sebes pasusit, mi thonë Aliut radiallahu anhu si Zot. Njëherë e kanë ngrit. Kada ka dole kanë fillu, kanë thonë që Aliu është ma meritor para Abu Bekrit dhe Uthmanit, apo para edhe Omerit. Kada ka dole kjo fillim ka qenë bidat, nuk ka qenë që me një aspekt ka qenë një devim I madh. Mirë, po kështu fillon bidati. Bidati e ngre bidatin derisa devijon, edhe në fund kanë arrit jahudit, që shtot atë autori I librit, thot sikur jahudit, nëpërmjet Abdullah ibn Sebes, kanë desht me shkatru unitetin e muslimanëve të njëjtën gjë ka bo pali me krishtenizmin. Me shkatru atë unitetin e krishterëve të vërtet, po flasim. Pasuzve të vërtet të Isaut alayhis salam. Dhe ka fut idhujtarizma mrenda tek koncili domethënë te konferenca Nikesa që ka u thonë ajo që është mbajtur, edhe është bo feja e vetme e pranuar e krishtenizmit është feja palit. Njëjta gjë Abdullah ibn Sebe ka bote muslimanët. Fatkeqësisht. Thotë të tepruarit në individ ku u egzagjerua me figurën e Aliut dhe Ehli Bejtit, ignoranca, shpërsia dhe mos largpamësia që gjenden te këto grupe. Po ashtu të larguarit nga syneti dhe ngritja krye ndaj xhamatit musliman dhe udhëhecëve të tyre, xhawarizhët janë shkëputur nga xhamati me zemër edhe me vepra. Muhamedi s.a.s. na ka thonë subhanallah, nëse një prisi muslimanëve fal namaz, thot atë ngritën për ti jo, thot përdesa fal namaz. Thot bëni sabër deri në haut, derisa të më takoni mu. Derisa të më takoni mu, bëni sabër, mos u krye ngritni. Kjo është metodik e pejgamberit a.s. dhe syneti i pejgamberit a.s. dhe ixhmaja selefit. Po dikush mu mësjell disa argumente të sahabeve që kanë bërë krye ngritje, ajo ka qenë ijtihad individual që pas këtyre rasteve, sa ata janë specialista mu kapën disa mesele, pas këtyre ngjarje dhe kret ulemaja kanë rënë një xhma ku çdo që ngritet kundër pushtetarit, po qoftë zullumçar, thot ai ka cilësi të xhawarizhëve. Dhe nuk lejohet mu ngrit kundër pushtetarit, po qoftë edhe zullumçar. Po kjo nuk aludon që nëse pushtetari turnon me bo vepra të këqija, ti mu qu edhe me I pasu ato veprat e tij që ti urdhon. Dërsa shiat janë shkëputur me të njëjtat forma, me zemër dhe me vepra, e aprovojnë ngritjen e tyre me shpatë, me forcë kështu me radhë. Opinioni dhe besimi I shtrembër për sahabët, xhawarizhët I konsiderojnë disa prej sahabeve qafira, ndërsa shiat I konsiderojnë këtë qafira sahabët. Përveç 2 a 3, domethënë që u shkojnë për shtatin, thojza që u shkojnë për shtati, shiave. Ndërsa xhawarizhët një pjesë e bëjnë tekfir. Ebu Bekrin Omerin jo, Aliun Muaviun po. Për shkak të marrëveshjes që e kanë bë. Pse? E kanë bë marrëveshjen
Edhe ju që Khawarizh dhe ka thonë inil hukmu illa lillah, i tërgjikimi i takon Allahut subhanahu wa taala, ju thot jeni marrë vesh, ju me lisht Allahut, atër ju duhet me do, ju keni dalë pi fes. Ju keni dalë pi fes. E Allahu e potencon këtë gjë, Ibn Abbasi që ka argumentu me një ajet kuranor, thot kur një burrë dhe një grua vllazni kanë probleme, thot merrni një pari nga burri, merrni një pari nga gruaja. Dhe nëse këta paqtohen, fjalë të mira flasin njëri me tjetrin, Allahu e don atëre paqtimin e juaj. Ibn Abbasi thot, a peshe që Allah e paskalon ligjin disa sene dhe të njerëzit, këta a i bie që kushdo që e bën këto ka dalë pi fesa? Argumentoj shumë lehtë. Inel hukmu illa lillah. I tërgjykimi takon Allahut subhanahu wa taala. Apo për shembull kohën e pejgamberit alayhis salam s'ka pas burgje, vllazni. Kohën e Omerit janë bo burgjet. Burgje s'ka pas. Burg, me thonë s'ka pas. Hajde ta shtujti. S'ka pas burgje. Thuj që ti nuk po gjykon me ligj të Allahut. Thonë plot gjëra që me rrethona të caktuara ndodhen disa shpikje në mjete që nuk ka ndalesa. Po, pastaj thot Shiat Rafidi konsiderojnë si jo besimtar të gjithë sahabet. Havarizhet i konsiderojnë disa sahabe si jo besimtar për shkak të tahkimit, thot rënjes së tyre dakord që kontradiktën ndërmjet tyre, siç e tham apo. Këta havarizhet e konsideruan kufër, dalje nga Islami. Më thonë, për shkak të fitneve mes Aliut dhe Muavijës, çfarë bo? Luftun sahabet, o vllazni, luftun sahabet, sa disa sahabi, ju thënë disa sahabive tjerë, thot as po delni ju në lufta. Thot vetëm nëse ma jep, thot një shpat, që e ka në kokën e shpatës, nalt gojen, që unë kur ta godas në luft dikonin, me më kallëzu, që kjo musliman, që kjo so musliman, që kjo bën me vra, që kjo zbën me vra. Nëse ma jep një shpat til, atër unë e dal edhe luftaj. Dhe s'ka dal me luftu. Një pjesë e sahabeve prej tyre Abdullah ibn Omeri nuk ka dal me luftu, se ka qenë fitnë e madhe. Kanë shfrytzu pastaj armiqtë e Islamit, e kanë shfrytzu munafikat, e kanë shfrytzu Khawarizhet kret, që janë nda prej grupit Aliut. Edhe çfarë? Kur ata u morën vesh, elhamdulillah, thuj subhanallah. Jo tha, jo, nuk gjykohet me ligj të Allahut. Edhe i bot kafirat e dy palët. Edhe të Aliut, edhe të Muawijes radiallahu anhu. Mos përputhjet e tyre, thot në këtë çështje janë, shiat e kanë tepruar me egzagjerimin e figurave që shtam të Ahlul Bejtit, shetrimit të tyre, ndërsa Khawarizhet për mja kthy shiave, i kanë urrejt pastaj familjen e pejgamberit alayhis salam. Se për një ekstremi tjetër për çato edhe i kanë gjujt nasibi. Edhe jo rastisht malen në mend shiat neve Ahlus Sunnetit na gjujt nasibi. Na gjujt si urrejtës të familjes pejgamberit alayhis salam. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Ajnë në të rëziju. Pse na jemi drejt, nuk gjykojmë mes kësaj dhe kësaj pale, përshë mes Aishës edhe Aliut, qysh me gjyku o vlla? Pse pejgamberi sa ka thonë që Aliut i ka thonë ti je në të drejtën. Ama më qutash Aishës, qysh i ka thonë Ibn Abbasi, a shkoni ju me borë robresh Aishën radiallahu anhu, kete kanë ullë kryt. Se mas i peponi pale në Aishës qafira. Që u bënë atërë robresh, se në luft si pas fes, si pas shëriatit, kur je në luft me kufart, ja merë plaçkat, edhe robresha i zënë, t'jo muslimanve, apo luft, beteja kur je. Jo, si disa që bënë shto, ti në luft nuk je, edhe shkajnë gjenë robresha Macedonka. Pse jemi në luft, në Darul Harbi jemi. Së është kjo shto? Kjo është betej, tamam luft kur është. Edhe kur ju thot Ibn Abbasi, këtyre Khawarizhve, thot ju mas i po thoni kështu, a muni me marrë robresh Aishën radiallahu anha? Më shelen gojnë kretë. Qa me thonë? Grunë e pejgamberit alayhis salam. Njëri ju i ditur kur është. Njëri ju i ditur. Kur ka dituri, kështu argumentohet kundër tyre. Po ashtu shiat në çështjen e transmetimeve dhe marrjes burimit të fesë, bazon gënjeshtra, krahasim me Khawarizhet. Për shembull vllazni, dietarët e Ahlus Sunnetit, prej bidatxive s'kan marrë dije. Nuk e kanë marrë hadithin. Khawarizhet janë bidatxhi? Po. Shiat janë bidatxhi? Disa janë bidatxhi, disa dalën pi fesë. Bukur. Pse kanë marrë prej Khawarizhve atë për bidatxive hadithin? Ha? S'kan gëni.
Se ata gënjeshtën e kanë konsideru dalje nga feja. Kushdo që rren, kanë thonë, me vedit plot, a i del për fis. Sa muslimoni rren, du të mi nëzjarë këtë për fis. Hawarijët e kanë konsideruar gënjeshtërën kufër të madh dalje nga feja. Dhe për atë arsye ulemoja sa të përpikt kanë qenë. Ka thonë lejohet me transmetu për Hawarijët zaj stran. Shka du shëflet, merë për Hawarijët, veç jo Hawarijët e sotshëm. Se Hawarijët e sotshëm ka të sosin më rrena. E kanë metodën e jaudive. Pse? Se thënë lufta është mashtrim, atër du të me rajt. Bojnë tukje. Ndërsa prej shijave s'kan leju ulemoja e sunetit me pranu hadithe. Se ata bazën e kanë gënjeshtër, bazën e kanë tukje. Nëse me një vend që të vllazni, që janë sunizmi, që është i përhapur, e kanë me bindja ata të parimeve të fesë tyre, që mos m'ju kallëzu që jemi në shia. Pse mu fut brenda sunnive? E ka pas raste, e kum pa me një televizion arab, ma herëv, një shia ka ardhë në Prishtinë, ka hinë në Myftini, në Bashkinë Islame. Edhe, si kur mi thonë, ja ka qitë nishin, apo peshin, edhe i ka thonë shtoj zeros. Shtoj sa dush zero. Veç që legojnë sa pare pidon, edhe ata të kryesis që janë thonë, e qka tash, ka thonë është një gjami na jep. është një gjami. S'pëdem më shumë. Mjaftan. Mjaftan. I ka thonë, Allah është përbleft, për që tu Allah është përbleft ata të kryesis. I ka thonë, a peshe dirën për jashta dilëm. Edhe ka qitë për jashta. Një të ngjodhe me Gylengjit e kanë bo. Se Gylengjit kanë dash me na marrë shkollat me dreset tona. Që kanë marrë në Shqipni. Shqipni Gylengjit e kanë. Te na nuk është. Te na institucionet në ndryshe habibi. Na jemi ma serios në aspektin e institucioneve. Për kundër asaj, bërse islame që ka disa bidate sena në këti, ama na jemi ma institucionalista jemi. Ma ndryshe është te na. Edhe prej institucioneve ma të organizume, ma mirë, është e jone në krahasim me Maqedoninë dhe Shqipninë. Tash, a ka gabime? Po. Ka gabime. A du të më përmirësu? Po. Ama, qëllimin me pas me përmirësu, me korrigju, jo me prish vllazni, a pe kuptoni? Nuk është e udhës tash na me dal edhe me luftu Bashkinë Islame, pe luftojune. Unë po flas shumë lirshëm abi. Pse habiba? Flas shumë lirshëm se nuk jam pjesë e Bashkisë Islame. Se me bu unë më kon imam, krejt kishit me m'akuzu, me më thonë, ti je imam, dhe normalisht ki me mbrojt bikun. Jo, unë nuk jam imam i Bashkisë Islame. Ama, institucioni du të më rujt. Pse? Se që institucioni ka 800 xhamia. Po rëzove këta, urdzun xhamiat. Muslimoni du të më mendu larkë. Si që ku më thonë punën e vendit tonë. Nuk ka institucion ku shoh aty, anikni, politikant. Mbroje vendin, përgjësi si tanësi. E për shato du të me posë kujdes muslimani. Po, apo flasim këtë bidatet që ekzistojnë në për xhamia, në për shaj, kërejt jemi të i folë. A na dojnë, vallaj, disa s'la dojnë heq. Mirë po na, kemi mendim afatgjate se qysh mu përmirësu kjo vend. Qoftë, brenda Bashkisë Islame, që o të shku mirë, për 20 vite nuk ka qenë kështu, që është sot. Për para na kemi pas probleme veç me ngrit durt, me thonë aminin, tashma nuk i ki këto probleme, vëllaja. Ande lutë Allah subhanahu wa ta'ala, për përmirësim, për korrigjim, me letë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, Hawarijët në shumicën e rasteve detyrojnë veten me luftë ndaj kundërshtarëve të tyre, ndërsa shiat në më të shumtën nuk luftojnë përveç se me imam nga imamllarët e tyre, dhe thot për të cilët pretendojnë se janë të pagabushëm. Ata thonë që imamët tonë janë të pagabushëm. Janë të pagabushëm. Çka thonë ata? Janë të pagabushëm. Bile Imam Homeini apo ka pretendu se e din edhe të fshehtën. Në Shekh Albani ka bo tekfir. Ka thonë e person nuk o musliman. Kushdo që pretendon se e din të fshehtën, a i del nga feja Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot shumica hawarijve banën jashtë qyteteve, janë njerëz të vrazhtë në natyrën e tyre, ndërsa shumica e shijave janë nga jo arabët dhe nga shtresat e ulta. Kjo zaten është cilësi e hawarijve që munohen mu largu me një aspekt, apo që edhe janë të vrashtë, normalisht ishe edhe në ftyra, subhanallah, vallahi ishe në ftyra.
i sheftyrën e kanë të ashpër. Ka pas një rast në kohën e Resulit a.s. mos gabofsha, ka një person, edhe këto e patani prej hoxhës Zejt para 15 vjetë e këtë ligjeratë. Nuk e kom verifikua është transmetimi i sakt, po që tash mu ka kujtu ma herët, këtë transmetim, ka një person në xhami. Edhe i ka thonë Muhamedi a.s. O filan, a të duk vetja më i miri se qëta krit që i ki këtu? Po, ja Rasulallah. Vetë pëlqimi. I shek krit në nëshmu. Ky pa mjekër, ky pa pantollat shkurtume, ky s'po falet me ngritet durve, ky tjeti me mjekër, po jo, o shpet të u falë, ky kështu. Ja gjenë, se cilit ja gjenë ato mënyrat, a nuk ja din në detaje. Muhamedi a.s. A di që ka thonë për atë person, kur ka shku mu falë? Thot, kush po ngritet ajo musliman, mu qu edhe me vra ato. Mu qu edhe me vra. Allahu ekberaj, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, kur shokon aty, Resulja a.s. pi thot, quni edhe vrane. Që është tash? Edhe që transmitusi nuk e potencon aty me emën, po djetarë, pas të i kanë thonë, ka qenë Ebu Bekri i pari. Ebu Bekri shkon edhe e she ato në kijam, Allahu ekber, e she, namazi e ka një farë hyrmiti, su ne vret njëri unë namaz. Këthejet, thot nuk jeti për tynve, që vret njerës, musliman që vret, po khamërisht vrasin, që o tjetri, Omeri, edhe e she në rëku, s'mundet, ngrit shpatën, se s'mu i dridhë dora, po vëtën, s'mundet. Tjetri pas të Uthmani apo Alija, ku e dione, cili, rëndësishmë është si mesire me tregu, si çështje, edhe e shenë sejgjde, ku e dione, në fund, i fundit kur shkon, nuk e shë ato ma, ajo është largu. Atër i thot Muhamedi a.s. Gjematit, thot ka me post njerës, prej shpina këti, prej kurizit, që ju keni me nënshmu namazin karshi tynve. Aq namaz kanë me bo. Shejat e sejgjdeve kanë mi pas këtu. Kanë me ledzu Kur'an shumë. Unë e pjashtoj tash që shishoj mjekrat e mdhaja, sen, ta mam pasus, synetit i she. Vallaj kur i thëmë për shamëll, pse po shkoni në për vendet e tila, vallaj namazin pe falin mirë. Falin mirë, gatë pe falin, 8 rekate pe falin. Këto e në cilësi, që i ka ehli syneti, apo? Mirë, po një salë shumë atë madhe kanë ata. Ulemaja bile kanë thonë, ma mirë shkon me falë të një eshari namazën se sa të një khawarij. Khawarijji të thirë në fejnë e ti. Eshari ju probleme ka së thirë. Edhe nuk ndikosh të eshari ju shumë. Të khawarijji ndikosh shumë. E na kemi vendet ndryshme që për Ramazan, të rekate po falet, ka dale, seqtën, sen, këtë në regull. Pe një lloj shpirtnie, po veç ta fut virusin ai. Ta fut virusin e khawarijizmit. Bidatxhiu mas parit flet me sunet. Pse mos me marr vesh? Derisa ta fut virusin. Kur ta fut virusin, ku ta shoj shumë larg ke shku. S'kthehesh mas ti. E Muhamedi a.s. ka paralemru, ka thonë, në atë ku, sikur unë tishja, të isha në atë ku, unë do t'i kisha vrar. Pejgamberi s.a.s. ka thonë. Për khawarisht. Tash unë s'po thom ka të shini këta dhe më qu tash, asi edhe me ma shkëput që të sergini po thirë, mi vra muslimant. Jo, kjo mënyrë, dhe me thonë kur ka shteti i vret apo gjykatat apo sen i nalin. Ata janë të rrezikshëm. Sot më shifen, nuk paraqiten haptazi. Një debat si ta bën, i shfaqin bindjet, largojeni. Largojeni, sepse larg mundi me arrit. Pastaj thot, Hawarijët është e vështirë, udhëheqja atyre dhe nuk i dorëzohen kujt, ndërsa shijet janë të bindjes së verbër. Që është subhanallah, deshti Allah subhanahu wa taala u çliru Siria prej Asadit, kriminalit. Zbon rahat Hawarijët. Prap trazira. Prap luftojnë kundër pushtetit aty. Zbon rahat nuk bon. Pse se ky Sharaj kush o presidenti u taku me Trumpin, o vlla.
Edhe Muhamedi u taku me kafirat. Kjo është i shtet për dush me mua ti ki mu taku me njerës. Qysh po kujton ti? Është normale që ki mu taku. Po jo, ti u takove tash u boni si ta, sa takohemi na sa njerëz. Unë personalisht ka pas kur kum fol për një çështje të me një mahall të romëve, kum fol për çështjen e flamurit. Të na në Prizren është një çështje e flamurit. Thojnë ka arpi Davudit kishe, thojnë ka arpi kishe Osmanlit në kanë pru, flamurin e tash qaj flamur, subhanallah, u shëndru në adhurim. E qesin flamurin, mlidhët është dita posaçme, në Tërzimall është një lagje aty, edhe shkojnë edhe lutën të flamurit. Ata njojnë krejt mu se u jep infuzione aty, edhe njojnë, këtë popullata njojnë. Edhe unë këmë full. Edhe s'ka pas i madhe i vogël që se ka ngu video, krejt e ka ngu atë video. Edhe ka pas, elhamdulillah, efekt. Vitin tjetër u bo ma pak, shumë ma pak. Alhamdulillah, dhe më do ka pas efekt. Mirë, po njoni që ishte aty prezent, dërvish që ishte, më shkryti tha nuk o që ashtu që shpëthuti. Ani thash, që sho, kallëzëm po dalim, thash. Edhe dole, 2 saat kom net me to. E une, kër e kisha atë kohën, para disa vjetëve, e kisha, kur kom fol për ehlut të gjri, për ata gjërristat, që të prejnë në bërjen bidat gji, edhe mirë si argument që ta, edhe dikush me pas qitë mu foto për shembull. Unë të bisedu me ta, me një kafe ku më dalë. A i dërvish. A është kjo argument që unë jam si aj? Ku pedin ti unë pse dola? Ku pedin ti bisedën unë shka ku më bërë 1 orë gjys me ta? Unë 1 orë gjys me ta, unë një herë një 10-15 minuta e ku më gua, i ka fol. E masa i ku më hi. Tauhid shirk. Gjitha gjërat. Edhe tasha është e drejta i mu me më gjuku? Njëta gjë është edhe me disa president muslimanëve ku e di unë që takohen. Ka dalë vëlla, alhamdulillah, derisa të konsolidohet shteti, të forcohet Siria, ti po qosh tash po bën apo trazira. Më thon këta njerëz kur nuk rahatohen. Hiç. Kur nuk rahatohen se çështja atyre është veç trazira me bo. Burimi i fes dhe i argumenteve të Khawarijët është më i shëndetshëm se sa tek Shiat Rafidi. Khawarijët ndjekin Kur'anin ashtu siç e kupton mendja atyre, ndërsa Shiat e marrin nga imamët e tyre në mënyrë të devijuar. Shiat Rafidi në besim ibadete dhe shumë rregulla të fesë bazohen në bidate, të risitë dhe idhujtarit. Vllazni, tyrbet kanë dalë prej shiave. Domethënë tek sunnit, tyrbet janë marrë prej shiave. Kudo që ishin tyrbet, dine që burimin e kanë te shiat. Këto idhujtarizmat, shumica e idhujtarizmave, sufizmave është marrë prej shiave. A keni vërejt? Një gjë i bashkon sufite dhe shiat, vahabizmi. Të dytë, shtash e pash një video i kishin bo, një 2 veta, njoni ju i këtu, edhe vahabizmi. Tankohon. Qatë dinti për vahabizmi, më subhanallah. Qatë dinti për vahabizmi. Ata problemi është që i lidhin këto mesele me tekfirizmin e na godosin neve. Se neve s'kan mundësi me na godit për vetë se në përmjet disa Khawarijve që i atribon e Sunitit. Se Khawarijve që ka thënë na jemi selefi, thot, apo? Vjen Ergini këtu thot, unë jam selefi, edhe thot, që ky selefia, përshë, ky selefia ka thirë në trazira, ka thirë në protesta, ka thirë në gjihad jo shëriatik, sen, basta ti të godet ty pastaj. Për atë arsye na duhet mu distancu nga njerëzit e tillë. Në mënyrë të përmbledhur, mund të themi se Shiat Rafidi kanë qenë gjatë historisë islame më të dëmshëm dhe dinak, e të pabesë ndaj ummetit, pse sa ata hynë sikur munafikat vllazni. Mranda i ki sikur munafikat dhe nuk i vren. Shekull Islam ibn Taymija ka përmendur krahasimin ndërmjet shiave dhe Khawarijve, thot Allah më shiroft gjendja Gjehmive edhe shiave Rafidi është më e keqe dhe rrezikshme se sa ajo Khawarijve, sepse këta të fundit luftojnë muslimanët dhe linjen me njën jo besimtar, ndërsa Gjehmit Rafidat i kanë ndihmuar jo besimtarët kundër muslimanëve nëpër histori. Shiat i kanë ndihmuar jo muslimanët kundër muslimanëve. E kanë pas tradit çdo herë. Ata u bën armiqtë të besimtarëve dhe thot krye lartë ndaj tyre, siç do të gjesh këtë shembull edhe në drejtim keramita dhe hululie. Hululit janë trupzim i krijuesit në krijesa. Vizitën e ngjarjeve të rreme, thot këto apo të vërteta e konsiderojnë nga udhërimet më të mëdha madje prej dietarëve të tyre që konsiderojnë më të rëndësishëm edhe se haxhi. Më thonë,
nëse shkon tek vendet e bekuara të tyre, apo i quajnë ata vendet e shehlirëve të tyre, apo imamëve të tyre, ata thonë kjo është hala ma e vlefshme se sa me shku në haxh. Veç paramenoni vllazni, ndoshta i keni pa nëpër Facebook disa foto që është ajo mensia shiite me bo shiat me marr çabën. A di për çfarë bëjnë? Krejt çabën ta mushin me fotografi të mullahëve të tyre. Krejt ta mushin. Shtu e kanë atë bindje. E mu më kallëzon tipi, thot në Saudi, thot ky princi po bën çdo shuj tamam unë pe kuptoj çka u bë atje. Po më në pak më larg. Në pak më larg se çatu i ki Iran, shiat, për një herë. Mekka Medina apo rriurt për shkak të keqes më të madhe dhe zhuje këtë akide. Ky është edhe shkaku që te njerëzit është bërë zakon të njihen bidatxhin se ata janë rafidat, si dhe gjithashtu ai kundërt i sunniet është vetëm që ai është rafidi, edhe zakonisht rafidit vllazni, shiat, sidomos në Evropë ju bëjnë davet sufive, dervishve. Se aty lidhen. Mas shumti që i kumpone disa rafidi shia, ju bëjnë dervishve të Gjakovës. Kanë qenë dervish, kada ka dole se thot na lidhin disa mesele, ky ka dhe disa keq kuptime për më arri më bo shia. Edhe pastaj lufta kryesore është ndaj ty si vëlla, ndaj sunniut, apo a u nda bashkësia tarikateve? Tash edhe bashkësia e kësaj e bektashive. Apo do më bë bashkësia e bektashive në Shqipëri? Cëllë qëllimi? Me loni vegës aty, qafirat. Kafirat me loni vegës. Her do kur me shfrytzu kundër Shqipërisë. Sikur që shka ndasht me bo Republikën e Mirditës, një shtet katolik, me shkaktu të lashe Shqipërisë, një i të njërë në primit bektashive dhe me shkaktu unitetin, me prish unitetin e shqiptarve, unitetin e sunnive. Her do kur t'ju vynët, veç i shfrytzojnë këta kundër shumicës. Si që shë bonën që është e Mitrovicës, apo? A bonën? Kush e bonën? Se i hina mo drejt për drejt Franca, a ga bo Franca? I bonën krejt këtë sene. Pastaj thot, dietarët kanë përmendur zanafillën e tyre që ka qenë munafiku Abdullah ibn Sebe, ai shfaqi islamin dhe fsheu jehudizmin siç thamë edhe Pali, apo disa shiit të hershëm al-Mufaddala thot janë më të mirët se Khawarizët. Ka ekzistuar një grup që janë konsideruar shia, por që tashmë nuk gjenden më, nuk i përkasin drejtimit shiit Rafida e Zaidije, edhe kjo çështje e gjon, ndërsa për kufizimin e Khawarizëve dhe grupet që janë ndar, inshallah taala në dersin e radhës. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndonjë pyetje